Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës ka njoftuar besimtarët musliman se festa e Kurban Bajramit do të shënohet më 27 maj 2026 në të gjithë territorin e Kosovës. Sipas njoftimit zyrtar, manifestimi qendror për këtë festë do të mbahet në Xhaminë e Madhe në Prishtinë, duke filluar në orën 4:25 me faljen e namazit të sabahut, pas së cili do të mbahet edhe ligjërat tematike kushtuar festës. Namazi i Kurban Bajramit do të falet në ora 5:40, ndërsa hutben dhe mesazhin e festës do ta mbajë Muftiu i Kosovës, Naim Tërnava. Pas ceremonisë kryesore, BIK ka bërë të ditur se nga ora 9 deri në 12 do të organizohet edhe pritje zyrtare në selinë e kryesisë në Prishtinë. Nga Bashkësia Islame e Kosovës është uruar që festa e Kurban Bajramit të sjellë paqe, begati dhe harmoni për të gjithë besimtarët dhe qytetarët.